Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ndodhet ditën e sotme në Strasburg, ku po merr pjesë në mbledhjen e partive popullore evropiane. Në fjalën e tij, zoti Berisha tha se në Shqipëri po luftohet ndaj një diktature. Sipas Berishës, Shqipëria është vendi ku nuk ekziston më prezumimi i pafajësisë, teksa ju referua arrestimeve dhe përndjekjeve politike të opozitës, duke shtuar se gjithashtu torturat janë të zakonshme, vdekjet në burgjet shqiptare janë të zakonshme. Vrasësit, trafikantët, vrasësit serial bëjnë ligjin në zgjedhje. Ai vazhdoi fjalën e tij me bindjen se nëse vjen në pushtet Partia Demokratike, toleranca do të jetë zero ndaj krimit. Tolerancë zero ndaj krimit. Kjo është e vetmja rrugë për të shpëtuar vendin tim. Zonja dhe zotërinj, euro në Shqipëri është narko-euro. Euro është zhvlerësuar 35% në krahasim me lekun ton. Eksportet po vdesin nga viti në vit. Ato ran 32%. 1.099.000 shqiptar u arratisën në zonën Schengen për shkak të varfërisë dhe humbjes së vendeve të punës. Zero tolerancë ndaj këtyre bosëve të krimit. Kudo që të jenë, do i gjejmë, do i kapim dhe do i nxjerrim para ligjit. Po ashtu ne kemi kërkuar një komision të së vërtetës me partnerët tanë. Sepse çfarë tregojnë këto 1 milion faqe? Tregojnë lidhje të tmerrshme mes krimit dhe politikës. Kemi ministra që u thon vrasësve që unë do bëj këtë, ju duhet të bëni këtë për votat. Ju do keni këtë, unë do bëj atë. Pazari hapur. Këto transkripte duhet të shohin dritën e publikut. Duhet të jetë shumë ndihmuese edhe për vendet evropiane, përndryshe Shqipëria do të jetë një eksportuese e madhe e kriminalitetit në mbar Evropën dhe botën, tha zoti Berisha.